Sër centrali bërthamor Fordo i Iranit aq i vështirë të shkatrohet dhe pse Izraelit i duhet ndihmë amerikane në këtë drejtim. Fordo është impjant bërthamor për pasurim të uraniumit në Iran, i cili sigurohet rrept dhe është i fshehur thellë në një mal afër qytetit Qom. Nuk është sikur se çdo objekt tjetër pasi është ndërtuar për të mbijetuar pothuajse çdo lloj sulmi. Po flasim për një sipërfaqe prej 80 metrash të shkëmbit të fortë apo përforcuesve me beton përmbi të. Në brendësi të tij, Irani përdor centrifuga të avancuara për të pasuruar uranium në nivele të përafërta me ato që duhen për një armë bërthamore, pavarësisht se Irani deklaron se nuk synon të ketë këso armësh. Atëherë, pse Izraeli nuk mund të bombardojë atë? Ja ku është problemi. Bombat më të fuqishme të Izraelit kundër bunkerëve nuk kanë kapacitet për të depërtuar në thellësi të objektit Fordo. Izraeli nuk i ka as transportuesit e nevojshëm për ta bartur bombën më të madhe në botë për shkatrim të bunkerëve. Por Shtetet e Bashkuara e kanë ato që quhet depërtuesja masive e artillerisë, GBU-57. Ajo është një bombë 13.600 kg e rëndë e krijuar për të shkatruar 60 metra në thellësi të tokës apo betonit. Bomba e ka sistemin që përmes përdorimit të peshës së vet masive dhe mbështjellëse të fortë arrin të shpojë thellë nën tokë para se të shpërthej bunkerët që gjenden thellë në sipërfaqe. Megjithatë, as me këtë armë shkatrimi i centralit Fordo nuk është i garantuar. Do të mund të duhen disa goditje, pa haruar edhe faktin që ka shumë të panjohura për dizajnin e objektit. E gjithë kjo tregon se pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara, Izraeli thjesht nuk ka kapacitet për të kryer këtë punë. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është se çdo sulm në Fordo rrezikon përhapjen e një konflikti më të gjerë në rajon. Kjo mund të jetë arsyeja pse Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se kanë kapacitete teknike, janë përmbajtur nga nisja e një aksioni të drejtë për drejtë ushtarak.